Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku disa receta të thjeshta si një menu për iftar për familjen tuaj. Recetat që do të përgatisim sot janë receta që të gjithë mund të përgatisni fare kollaj në shtëpinë tuaj. Receta që nuk ju marrin shumë kohë dhe që në fund fare dalin shumë të shijshme. Kjo menu përmban supën, pilafin dhe byrek me mish. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës, duke shpjeguar ato veç e veç. Si fillim do të përgatisim supën. Për përgatitjen e supës, në këtë rast unë kam përdorur perime që kisha në shtëpi. Kjo është një supë që është përgatitur pa mish, vetëm me perime dhe ka një shije fantastike. Për përgatitjen e kësaj supe, unë kam përdorur brokoli, lule lakër, patate, karota dhe spec. Tani le të nisim me recetën e supës. Në fillim në një tenxhere ku kam shtuar pak vaj, kam hedhur një kokur qep të grirë imët. Më pas, qepën e kaurdisim rreth 1 minutë në zjarr mesatar të ulët, derisa të shikoni që qepa do të fillojë të zbutet. Më pas në tenxhere do të shtojmë edhe 2 karrota të prera imët. Do t'i trazojmë edhe karrotat dhe së bashku me karrotat do të shtojmë edhe një gjysmë speci të prerë në copa. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe në këtë pikë do të shtojmë edhe lule lakrën. Kam shtuar rreth 3-4 copë nga pjesa e lule lakrës, kam përdorur edhe brokoli për këtë recetë, edhe për sasinë e brokolit vendosni vetë. Gjithashtu në këtë pikë mund të shtoni edhe erëzat që keni dëshirë. Unë kam shtuar pak piper të zi, pak piper të bardhë, krip, kam shtuar një lugë gjelle me salcë speci, kjo është në dëshirën tuaj, mund mos shtoni fare nëse doni. Të gjithë përbërësit i trazojmë mirë, gjithashtu do të shtojmë për këtë recetë edhe një lugë çaji me erëza pule dhe më pas supën e mbushim me ujë derisa supa të ketë ujë mjaftueshëm që të zjejë. Dhe në fund fare kam shtuar edhe një tas me patate të cilat i kisha të skuqura, por që më kishin ngelur nga një ditë më parë dhe nuk i hante njeri dhe në këtë rast unë i shtova tek supa. Ju jeni të lirë që në vend të këtyre patatave siç kam përdorur unë, mund të përdorni 2 patate mesatare të cilat i prisni në kubik dhe i shtoni tek supa. Do ta lëm supën që të zjejë derisa të shikoni që perimet janë zbutur dhe kur mendoni që supa ka zjerë mjaftueshëm, e kontrolloni për krip dhe më pas supën e fruloni ose e kaloni në një blender. Më pas të gjithë masën e supës që keni fruluar e kaloni sërish në tenxhere. Nëse është e trash mund t'i shtoni pak ujë. Dhe përpara se ta servirni supën, në një tigan do të skuqim pak gjalp dhe aty do të shtojmë edhe një lugë gjelle me mëndërz ose nane ose nenexhik si quhet ndryshe. Ja hedhim edhe gjalpin me mëndër sipër, e trazojmë mirë dhe supën e keni gati. Një supë shumë e shijshme, siç e pat dhe vetë, me shumë pak përbërës që i kemi në shtëpinë tuaj, ju mund të shtoni ose të hiqni perimet që keni dëshirë dhe sipas shijeve tuaja. Më besoni që është një supë edhe e shëndetshme, por edhe e shijshme, e cila duhet përgatitet tani për periudhën e Ramazanit, për ta pasur si ide për familjen tuaj. Tani supën e keni gati dhe ne do të përgatisim pilafin. Në këtë rast, pilafin unë e kam përgatitur me bizele. Për përgatitjen e pilafit, në një tenxhere ose në një tigan të thellë, unë kam shtuar vajin fillimisht, dhe aty kam shtuar edhe një gotë të madhe me oriz. Më pas, orizin e trazoni mirë, duke e kaurdisur për të paktën 1 ose 2 minuta në zjarr mesatar dhe në fund fare do të shtojmë edhe një gotë të madhe me bizele. Në këtë rast unë bizelet i kam të ngrira, por nëse i keni bizele
të freskëta, atëherë duhet që t'i zjeni ato më parë dhe më pas i shtoni tek pilafi. Do të shtojmë gjithashtu edhe një lugë gjelle me erëza pule. I trazojmë mirë të gjithë përbërësit dhe në fund fare do të shtojmë edhe ujin. Për këtë recetë unë kam përdorur 3 gota me ujë të nxehtë. E hedhim dhe ujin, e trazojmë mirë pilafin dhe tani vendosim kapakun dhe e lëmë që të zijë për të paktën 10 minuta në zjarr mesatar ose derisa të shikoni që pilafi e ka pirë të gjithë ujin. Në momentin që në tigan nuk ka më ujë, tani e ulim zjarrin në minimum, do të vendosim sipër pilafit 2 peceta kuzhine dhe më pas e vendosim sërish kapakun dhe e lëm pilafin në këtë mënyrë edhe për rreth 10 minuta të tjera dhe më pas pilafin e keni gati. Tani pilafi është gati, ka dalë shumë i shkrifët dhe shumë i shijshëm. Dhe tani do të përgatisim dhe recetën e tretë, që në këtë rast është një byrek ose pite shumë e thjeshtë me mish të grirë. Në këtë rast unë kam përdorur petë të gatshme, por sigurisht ju petët mund t'i bëni dhe vetë, por dua që në këtë recetë ju t'rregoj një sekret se si ta përgatisni byrekun me petë të gatshme dhe që në fund fare të duket sikur e keni bërë me petë të bëra vetë. Në fillim, për përgatitjen e këtij byreku do të përgatisim mbushjen. Për mbushje në një tigan, kemi shtuar pak vaj, unë kam shtuar 2 kokra qep mesatare të prera imët. I ka urdisim qepët derisa të fillojnë të zbuten, madje për ta ndihmuar procesin që qepët të zbuten mirë, do të shtojmë edhe pak ujë në tigan. Dhe do t'i trazojmë qepët derisa të pinë të gjithë ujin. Dhe do t'i trazojmë qepët derisa në tigan të mos ketë me ujë. Në këtë pikë do të shtojmë dhe mishin e grirë. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 350 gram mish të grirë. Sasia e mishit të grirë varet shumë se sa byrek do të përgatisni në fund. E trazojmë dhe mishin e grirë, mos harroni të shtoni pak krip, piper të zi dhe piper të kuq. Dhe në momentin që shikoni që mishi i grirë është gatuar ashtu siç duhet, dhe në tigan nuk ka ngelur më nga lëngu që mishi ka lëshuar gjatë gatimit të tij, tani mishin e keni gati. E lëm pak që të ftohet dhe ne do të fillojmë me përgatitjen e byrekut. Për këtë recetë unë kam përdorur gjysmë pakete me petë të gatshme, pra unë total kam përdorur rreth 14 petë për përgatitjen e kësaj recete. Në fillim, për përgatitjen e byrekut, në një tas do të shtojmë një kokër vezë, do të shtojmë aty një gjysmë gote me qumësht, dhe gjithashtu edhe një çerek gote me vaj. I trazojmë të gjithë përbërësit dhe masën e lëm gati. Dhe tani do të fillojmë me pjesën e petëve. Për përgatitjen e një byreku do të marrim 2 petë nga petët e gatshme, do të shtrojmë në fillim në tavolinë vetëm një petë, do ta lyejmë sipër me një furçë me masën që kemi përgatitur me qumësht, vezë dhe vaj. Dhe sipër petës do të vendosim petën e dytë. Do të veprojmë njësoj, pra do ta lyejmë sërish me furçë me masën e qumshtit. Dhe tani do të vendosim edhe mbushjen që përgatitëm me mish të grirë. Do ta bëni procesin siç e shikoni dhe në video dhe më pas petën e rrotullojmë duke formuar në këtë mënyrë një rolet të mbushur me mish të grirë. E përthyem pak byrekun, si tregohet dhe në video, dhe vendosim në një tepsi ku kemi shtruar një letër përpjekje. Dhe kështu kemi formuar një byrek. Tani do të përgatisim edhe byreket e tjerë. Në total, me këto përbërës, unë kam përgatitur 7 byrek të tillë. Procesi është i njëjtë, ju do ta shikoni dhe në video. Përgatitet shumë kollaj, pra për një byrek do të përdorim 2 petë të gatshme, secilën nga petët do t'i lyejmë me masën e qumshtit. Kjo bëhet pasi në këtë mënyrë byreku del shumë i butë dhe shumë i shkrifët. Dhe në fund fare, kur byrekët i kemi vendosur në tepsi, i lyejmë sipër me anë të një furçe me masën me qumësht që kemi përgatitur dhe tani
byrekët i kemi gati për t'i pjekur në furrë. Përpara se të fusni byrekët, e ngroni furrën më parë në 200 gradë Celsius dhe kur furra është nxehur, do të fusim byrekët për t'u pjekur. Unë këta byrek në këtë rast i kam pjekur në 200 gradë Celsius për të paktën 25 minuta, ose derisa të shikoni që byrekët në pjesën e tyre të sipërme kanë marrë ngjyrën e bukur të pjekjes. Më pas, byrekët i heqim nga furra. Dhe tani i keni gati për iftar për familjen tuaj. Mund të servirni kështu siç janë ose t'i prisni ato në copa, si të keni dëshirë. Dhe tani nuk na ngele gjë tjetër, veç se të gjitha recetat që përgatitëm t'i servirim për familjen tonë, duke filluar me supën, pilafin edhe byrekun. Siç u thash dhe në fillim, një menu e thjeshtë me receta shumë praktike, të lehta, të cilat mund të përgatisni fare kollaj në shtëpinë tuaj. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.